Çdo datë 10 të muajit, marrja e pensionit kthehet në një sfidë për pensionistët e babicës. Të moshuarit detyrohen të zënë radhën që në orët e para të mëngjesit, disa prej tyre që prej orës 5 për të pritur më pas orë të tëra deri në marrjen e pensionit. Ata thonë se pritja zgjat deri rreth orës 13, ndërsa radhët e gjata bëhen edhe më të vështira për shkak të kushteve të papërshtatshme të ambientit ku ofrohet shërbimi. Posta ku tërheqin pensionin funksionon vetëm në një sportel. Në ambient mungojnë edhe kushtet minimale për pritjen e të moshuarve, pasi nuk ka vende të mjaftueshme ku ata të mund të ulen gjatë orëve të gjata në radhë. Situata bëhet edhe më problematike për pensionistët që për shkak të moshës apo vështirësive në lëvizje e kanë të mundimshme të paraqiten fizikisht pranë sportelit. Në Babic nuk funksionon shpërndarja e pensioneve në banesa, duke i detyruar të moshuarit që çdo muaj të paraqiten vetë për të tërhequr pensionin. Pensionin, shiko. Ne kemi për të marrë si data 10, ora është po vetëm 12 neve, po pikemi në diell. Edhe nuk, për e vërësit edhe, që kemi çdo muaj këtë punktën. Shikoj, ky zanat është muaj për muaj. Na do të tregoj domthonë edhe raportet që kemi që jemi të kaputur të tërë jemi këtu. Nuk është se është njëri i saktë tjetri i marrë. Ja, shikoj. Një karrige. Këtu ne jemi 40 këtu që ka gjystola. Po do. Që është atë gjysmë? Zumrallë, mendon tash. Po vetë 11. 11 pa 25 ora pa në kapu. Lagje Vlorës, Gjuna. Në të në mëngjes, edhe presën këtu, ka është faj këtyre, është faj të poshtë. Nuk është faj këtyre, se këto uabjeni ndaj, nuk kanë monesa. Të poshtë. Ata nuk e logajsën që moshatar gjithë. Me i voglesh 70 vjetë. Shikon. Qa kushtë të jashtë? Ja shi do kënë, qa do dalë të po dhe në djelë më të rëndë. Faj, këtyre këto po punojnë në reto, nuk e të të tuash një sportel. Ato punojnë ata, Për orë me radhë, pensionistët presin përpara të vetmit sportel, ndërsa kërkojnë që shërbimi të organizohet në mënyrë që të shmange radhët edhe pritja. Një situatë që përsëritet çdo muaj dhe që për të moshuarit e babicës e ka kthyer ditën e pensionit nga një procedurë rutinë në disa orë të gjata pritjeje.